Dita e hënë nisi me seancë plenare në Kuventin e Shqipërisë, ku krerët e institucioneve të drejtësisë raportuan para ligjvënësve. Kreu i SPAK Altin Dumani u shpreh se puna e institucionit që ai drejton është vlerësuar nga BE dhe DASH për progresin në trajnimin e çështjeve kriminale. Në raportin e SPAK për vitin 2024, Dumani deklaroi se nën hetim janë 10 zyrtarë të lartë publik, të cilët janë dënuar me vendim të gjykatave të formës së prerë. Të njëjtën në seancën plenare u hodh në votim shkarkimi i kryeparlamentarit Niko Peleshi me kërkesë të opozitës. PD akuzoi Peleshin për shkelje të rëndë të kushtetutës dhe të rregullores së Kuventit, por në votim morën pjesë vetëm 10 deputet opozitar. Kërkesa u rrëzua me 79 vota kundër, ndërsa Peleshi deklaroi se nuk ka shkelur kushtetutën. Përveç Peleshit, opozita dërgoi një kërkesë tjetër për shkarkimin e presidentit Bajram Begaj, duke akuzuar se ka shkelur kushtetutën, por edhe kjo kërkesë u rrëzua në Komisionin e Ligjeve. Të premten ndodhen 3 ngjarje të bujshme. Erjon Velia i la qelin dhe qëndroi për 7 orë në gjykatën kushtetuese, për të bërë mbrojtjen e tij lidhur me shkarkimin nga detyra si kryebashkiak i Tiranës. Pas një seance maraton, trupi gjykues i gjykatës kushtetuese u tërhoq për vendimin. Ende nuk kemi një datë apo orë se kur do dali ky vendim. Gjatë mesditës, zëvendës kryeministrja dhe një herësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku u paraqit në ambientet e prokurorisë së posaçme. Ministrja është marrë nën hetim për një nga procedurat e prokurorimit për tunelin e Llogaras, konkretisht për aksin Oricum Himar. Në të njëjtën ditë, politika shqiptare mori lajmin e hidhur për ndarjen nga jeta të Fatos Nanos, pasi ai ndodhej prej 24 ditësh në reanimacion. Politikan socialist dhe demokrat, presidenti Begaj e shumë figura të tjera politike shprehen ngushëllime dhe vlerësime për figurën e Nanës. Kjo ishte dhe përmbledhja e javës. Për lajme të përditshme, na ndiqni në Zëri.al.